Kërkimet për naftë në vitet 50-60 në kodrat e Ardenicës në Lushnjë nuk rezultuan ndoshta shumë të suksesshme, por ato nxorën në pa vetit kurative të Pusit Çudibërës, siç njihet nga të gjithë. Në vend të naftës, në një prej shpimeve të kërkimit, doli një lloj uji përbërja e të cilit shërbente për kurimin e disa sëmundjeve të lëkurës. Këtu nis dhe historia e Pusit Çudibërës që bëri buj për disa vite. Një prej banorëve të vjetër të zonës tregon për këtë histori të veçantë. Për spor për naftë, dhe kishim ftuar disa puse këtu të ne. Dhe një pjesë në nxorën naftë, një pjesë në nxorën. Dhe si pasojë këtia, i doli aty që bllokuan këta, aty nxori ujë të kripur me sjufur. Dhe këta e lanë. Mas një kohë një fshatar, vajti që vlonda nga ekzema, në atë kohë dhe ula. Ula dhe gjeti derman, dhe i e përgjithsoi këtë. Thotë që atje gjen derman nga sëmundja e lëkurës. Përdorimi i ujit për konsum të brendshëm solli më pas edhe ndërhyrjen e autoriteteve të kohës për mbylljen e tij. Laheshin atje dhe ikën. Pastaj kur filluan që po e pinin, ndërhyri shteti ndaloi dhe bllokoi. Ndërkohë, banorët pohojnë se vetit e ujit ishin kurative dhe se vetë ata shkonin për t'u larë. Edhe ne vetë, si familje, venjim lashim atje. Lashim për bukurie dhe vinjim shtëpi. Ishe i ngrohtë. Fama ishte kaq e madhe sa krijoheshin rat të gjata, teksa njerëz dhe pacient nga rrethet të ndryshme të vendit i drejtoheshin burimit të ujit me përmbajtjes qufuri e mineralesh. Në atë kohë vinin njerëz për të kuruar nga rrethet e ndryshme, nga Durrësi, nga Kavaja, nga Fieri, nga Lushnja tjetër, dhe vishin ujë për të kuruar për plagë të ndryshme, kishin. Dhe ishte domethënë që për aq kosta ishte bente me gjëra të mira, për shërimin e plagëve. Edhe pas shumë vitesh, kjo histori e pazakontë për Pusin Çudibërës në Ardenicë tërheq vëmendjen e personave të ndryshëm që drejtohen për të mësuar më shumë për vetitë e tij. Sipas banorëve, mund të shihet mundësia për ta rihapur Pusin dhe për ta menaxhuar në mënyrë që vetitë e tij kurative për lëkurën të shfrytëzohen sërish. Tani më merr mendje se derisa atje gjen një pjesa më e madhe e njerëzve gjetën derman, po të shëvendosh shtetit, bëndën e nga bimë në një atje dhe t'i kuronte njerëzit. Them se bënde.